Po t'i bëjmë patjetër. Për të tërë populli shqiptar. Të lumë goja, shëndetin bashkësinë Filloni për ju. luftën kundër krimit. Absolutisht. Do vijë E kemi Agjencia filluar. Policore e Bashkimit Evropian. Unë kam një biznes të vogël aty, Po. që më ka bërë me TVSH, unë bëj 10.000 lekë xhiro në ditë, 20.000 lekë xhiro në ditë. Pra xhiro të ka rënë. Po xhiro ka rënë 20.000 Je lekë. futur në skemën e TVSH-s. Në skemën e TVSH-s. Pra, paguan më shumë. Po patjetër. Dhe ndërkohë nuk bën asnjë shërbim, ti ke nevojë për shërbim shëndetësor se çka nevojë shumë të Vete tjerë. për këtë ilazhin për rimbursim, më thotë mua në 180.000 lekë thotë rimbursohesh 1.000 lekë. Ekonomia për tonë. Taksat janë rritur? 2 fish taksa në Fier në krahasim me Mallakastra. Taksa lokale. Suksese. Sa klient ke pasur sot? Një shitje kam bërë, vetëm një rrip. Vetëm një rrip. Vajtë të vërë që janë tani me një shitje. Sigurisht jo. Sigurisht jo. Jemi jashtëzakonisht të pakënaqur. Sigurisht jo. Ne kemi plan ta heqim 300 lekshin që ushtua këto 2 vite. E kam marrë pak vesh. Çfarë ndihmë ju jep jo? Ju jep ndihmë? Po ndihmë neve sikur dhe pak, neve alergji jemi. Ndihmë, na ndihmon. Sidomos karburanti nuk është vetëm për ne, po është për gjithë Për gjithë ekonomi, kjo Për është. gjithë. Ju do e merrni dorë. Po. Koha kalon shumë shpejt. Edhe qeveria jonë do t'ju mbështes. Jo kjo që është tani, ajo që do të vi. Suksese në shkollë. Me një qeveri që ka një plan ekonomik për të hapur vende pune. Vende pune me paga dinjitoze, vende pune me kushte dinjitoze. Ky është prioriteti Partisë Demokratike, ky është prioriteti grupit tonë parlamentar, ky është prioriteti im. Kjo është plotësisht e mundur. Kushdo që thot kundër të gënjen dhe i fryn burimet të dëshpërimit për hesap të Edi Ramës. Asnjë shans nuk ka Edi Rama t'ju djeg vitin akademik. Viti akademik i studentëve do të jeti plot, do të njihet i plot dhe do të njihet bashkë me mirënjohjen e thellë qytetarëve shqiptar për rolin e tyre në këtë zgjim të madh kombëtar që ka e do të ketë vetëm një përfundim. Çlirimin e Shqipërisë nga oligarkia, çlirimin e Shqipërisë nga krimi dhe kthimin e Shqipërisë tek zotët e saj të vërtet, që jeni ju, qytetarët e lirë shqiptar, qytetarët e lirë të firë e gjithë Shqipërisë. Dëshpërimi, humbja shpresës, dyshimi, mosbesimi janë armët e fundit të kësaj bande në pushtet. Ndaj juftoj me 16 shkurt të vini gjithë në Tiranë dhe t'ja hedhim në lanë këto armë bashkë me propagandën në mënyrë që gjithë së bashku të rindezim motorët e ekonomisë, të rindezim motorët e mirëqenies përmes lirive, mundësive dhe punësimit që do t'i bëjmë realitet me planin tonë ekonomik.